Kryeministri Hristian Mickoski paralajmëroi zgjidhje deri në shkurt për transportuesit dhe pret rezultat pozitiv. Ai thotë se ky problem me transportuesit është një nga shumë problemet e trashëguara nga më parë. Pra, sipas tij, ka probleme vazhdimisht, por thotë se ai duhet të kapërcehet dhe mendon se zgjidhja është paravorësisht nën kontroll dhe se është në pritje që të përfundojë brenda muajit të ardhshëm, saktësisht në shkurt. I pyetur nëse duhet të kemi frikë për ekonominë, ai tha se nuk ka arsye për shqetësim dhe se ekonomia është e qëndrueshme. Deklarata e zëvendës kryeministrit ishte më shumë në drejtimin se kalimet kufitare do të bllokohen dhe nuk do të ketë shkëmbim tregtar midis vendeve. Kjo do të thotë më shumë implikime për fqinjin ton jugor. Ju e dini se qeveria në Kroaci reagoi gjithashtu, por ndryshe, qytetarët dhe bizneset nuk duhet të shqetësohen. Ne arritëm të sigurojmë në tregun ndërkombëtar fonde të mjaftueshme për të shlyer borxhet e qeverisë së mëparshme dhe me pjesën tjetër të kemi fonde të mjaftueshme për zhvillim që ekonomia maqedonase të jetë përsëri një nga të parat në rajon dhe në mesin e 5 të parave në Evropë. Pra ekonomia vazhdon të rritet dhe pres që përveç rekordeve që patëm në gjysmën e vitit 2024 dhe 2025, ky trend të vazhdojë edhe në vitin 2026. Ndërkaq, në ngjarjen e sotme të organizuar nga Agjencia Nacionale për Programe Arsimore Europiane dhe Lëvizshmëri Erasmus Plus në Universitetin Shën Kirili dhe Metodi, Mickoski në fjalimin e tij tha se përmes Erasmus Plus, shteti ynë kontribon aktivisht në zhvillimin e arsimit, politikave rinore dhe mësimit jo formal, duke nxitur bashkëpunim ndërkombëtar, dialogun ndërkulturor dhe avancimin e njohurive dhe shkaftësive të rinjve. Implementimi i ligjit për pjesëmarrjen rinore do të thotë mundësi të definuara qartë për të rinjt, si pjesëmarrje në vendimmarrje, qasje në informacione cilësore, mbështetje për zhvillim personal dhe profesional. Me këtë, Mickoski thotë se të rinjt nuk shihen vetëm si shfrytëzues të politikave, por si faktor aktiv në shoqëri.